Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek një personazh që çdo ditë dhe në çdo dalje të saj në Instagram patjetër e bën namin. Tim Lopa, Tim Djathi, Tim Kali, Tim Qumshti, ishin këto fjalët që në fakt na pasionuan në vitin e kaluar në shtëpinë e Big Brotherit me Loredana Bratin. Do të ndalojmë pikërisht tek Loredana Brati. Loredana Brati duket që është femra e pëlqyer nga meshkujt shqiptar. Siç duket meshkujt bëjnë luftë se kush ta ket Loredanën, kush të kalon një moment me të. Ndoshta pozitiviteti që Loredana Brati transmeton e bën punën më të bukur, e bën më të lezetshme dhe më tërheqëse për audiencën më gjerë. Loredana Brati ka bërë një zhurmë, por ka bërë një veprim që ka lexuar filxhanin. Do me thënë ka marrë filxhanin, ka pirë kafen dhe ka lexuar fatin e saj. Nuk e di në fakt ju sa besoni në leximin e filxhanit, dua të ma shkruani në koment. Unë nuk e kam lexuar ndonjëherë filxhanin tim, po më kanë lexuar dorën, më kanë lexuar letra tarot, por filxhan të më lexojnë jo. Loredana Brati ka bërë këtë veprimin dhe si ka dalë filxhani Loredanës, do me thënë djali në fjalë që kishte një lidhje, po flet, po krijon një lidhje të re, do me thënë, janë gjëra që vinë të reja nga Loredana. Zhurmë të madhe ka përfshirë rrjetet sociale ditën e fundit, pas një takimi gjysmë të fshet që ka tronditur skenën e programit më të komentuar të momentit përputhen. Do me thënë njëherë do të nisim analizën ta bëjmë për djalin në fjalë, që nxorën fjalë që Loredana Brati ka patur një lidhje dhe më pas do me thënë të shkojmë tek filxhani. Në qendër të vëmendjes është konkurrenti Casey Hyseni, i cili u pa në një dalje të papritur me kupiden e emisionit Loredana Brati, apo shqip me mentoren e këtij emisioni. Takimi i tyre, edhe pse i mbuluar me petkun e rastësisë dhe respektit, ndezi jo pak dyshime dhe ngriti stuhire argimesh. Pas shpërthimit të lajmit, Loredana vendosi të largohej nga emisioni. Arsyeja zyrtare, shkaku i saj ishte personal. Do me thënë, në momentin që Loredana u përfol për këtë ngjarjen e madhe që është takuar me Casey Hysenaj, do me thënë një fotografi që doli publike dhe më pas Loredana argumentoi këtë fotografi, Loredana Brati tha që unë jam larguar nga emisioni përputhen për shkaqe të mia personale, do me thënë për punët e mia. Por në sytë e publikut dhe të ndjekësve të rregullt të programit, gjithçka dukej si një dënim i heshtur për thyrjen e rregullore së hekurt të përputhen. Ajo nuk pati as kohë të sqarohej siç do të dëshironte, ndërkohë prezantuesja Megi Pojani, e cila nuk njihet për diplomaci, nxitoi të shfaqte klipin e lamtumirës së Loredanës, ku ajo i la disa këshilla të fundit konkurrentëve, para si të linte studion për gjithmonë. Do me thënë, Megi Pojani nuk është se përdori ndonjë mekanizëm për ta sillur këtë klipin, por Megi e postoi direkt klipin e Loredanës. Mësimet drejt konkurrentëve ishin këto. Casey nga ana tjetër u gjend i vetëm përballë një kryqëzimi publik. Opinionistët si dhe vetë Megi kërkuan llogari dhe shpjegime për këtë takim që theu të gjitha rregullat e përputhen. Ai përpiqej të mbante qetësinë, duke thënë se gjithçka ishte vetëm një drek e thjeshtë, një darkë mes dy njerëzve që respektojnë njëri tjetrin, por fjala respekt u vu në dyshim nga e gjithë studioja në përputhen. Në këtë moment nisi përplasja e vërtet. Stelina, vajza me të cilën Casey ishte duke u njohur prej 3 javësh, nuk mundi ta fshihte xhelozin dhe zhgënjimin e saj. Zërat u ngritën, tensioni u përhap në sallë dhe vetëm ndërhyrja e opinionistit Laert Vasili e qetësoi situatën. Ai e detyroi çiftin në tentativë të reflektonte. Në fund, mes lotësh, nervash edhe shpjegimesh, duket se Casey dhe Stelina u pajtuan, të paktën për momentin. Ku mbeti në dilem, a është kjo dashuri e vërtet apo vetëm një lojë për ekranin shqiptar. Por pasojat vazhduan jashtë studios. Drama e madhe vazhdon akoma të jetë aktive edhe sot në raport të Caseyt edhe Loredana Bratit. Historia nuk mbaroi aty.
Në rrjetet sociale, Loredana ish banore Big Brother VIP Albania dhe tashmë një figure njohur publike, ndau me ndjekësit momente të forta pas largimit dhe surprizat nuk munguan. Në të njëjtën kohë, Casey postoi në Instastory me Selitën, në foton e përbashkët ata duken të lumtur gjatë një xhiroje me motor, një premtim i mbajtur më në fund nga ana e tij, por ajo që tërhoqi vëmendjen ishte detaji romantik. Kënga në sfond ishte Bonnie and Clyde nga Jay-Z dhe Beyoncé, një dedikim i qartë dashurie, megjithatë fytyra e Stelinës ishte e mbuluar me një trëndafil të kuq. Gjesti bëri që fansat të pyesin, a është kjo një sfidë e hapur ndaj rregullave të emisionit apo thjesht shfaqja e ndjenjave publike? Kjo në fakt do të mbetet për të parë. Tani kulmi është surpriza dhe humori. Ndërkohë Stelina ndau një tjetër moment. Më të pazakon, teksa shijonte një kafe turke, ajo bëri një pyetje në story, domethënë në këtë rast është Loredana Brati. Loredana e pyeti me chat GPT për filxhanin dhe përgjigja ishte epike e thjesht por domethënse, as mos më pyet fare, je numër 1 dhe kaq mjafton të dish ti. Domethënë Loredana Brati mbetet numër 1. Ky parashikim i papritur, i ardhur nga një inteligjencë artificiale, ndezi rrjetet sociale. Loredana që ndoqi gjithë situatën nga jashtë e komentoi me një fjalë që u bë virale: "Mos u lodhni më, sepse si përfundim çati ja qelloi." Kaq, domethënë je njësh. Kështu, një histori që nisi si një takim i fshet mes një konkurenti dhe një kupideje, përfundoi duke trazuar ujërat e përputhen, me një largim të papritur, një çift që lëkundet mes besimit dhe dyshimit me një filxhan virtual. Që parashikon të ardhmen, historia vazhdon të shkaktoj komente të pafundme. Tani pyetja më e madhe që mbetet është kjo: a do të rezistoj lidhja mes Casey dhe Stelinës pas gjithë dramës, sepse domethënë dyshimet vazhdojnë të jenë për Loredanën dhe pse Loredana e dëshmoi që nuk ka gjë me Caseyn dhe nuk ka patur gjë me Caseyn, apo siç ndodh shpeshherë në përputhjen, gjithçka është vetëm një lojë që mezi pret të na jap një kapitull tjetër dhe më dramatik. Një gjë është e sigurt, publiku është i etur për më shumë dhe ky epizod do të mbetet më të gjatë si një nga më të meruarit në historinë e këtij programit. Domethënë bëhet fjalë për një gotë kafeje që Loredana e ka parë tek chat GPT, do kisha dashur të bëni dhe ju këtë gjë. Fotografoni gotën e kafes, shikoni çfarë do u thotë dhe ma shkruani në koment. Bash dua të shoh dhe fatin tuaj. Domethënë kjo është diçka shumë interesante, do e shoh dhe unë pastaj dhe më besoni që do e bëj dhe me video, që ta shikoni dhe ju se çfarë do më thotë. Por gjithsesi, Loredana Brati duke që është shumë kreative, duke që është shumë pozitive dhe duke që domethënë na mban çdo herë me humorin e saj, duke e vlerësuar dhe chat GPT-ja me gotën e kafes si një ndër gocat më pozitive, si një ndër gocat më të dashura dhe si një ndër gocat njëshe që japin vërtet një spektakël të papar. Ne do takohemi sërish së bashku, juve duhet të vazhdoni të na ndiqni gjithmonë në kanalin Monitor TV, por gjithashtu follow në të gjitha platformat ku lexoni emrin tim Tirona Lili. Takohemi së bashku me lajmet e radhës.